tregtar. Në mandatin e Kurtit, gati 19 miliard është deficiti tregtar për 4 vite, ndërkohë që është 39 miliard për komplet vitet 2020. Dhe më thonë, deficiti tregtar 2020-2020 për 20 vite në kumulativ është 39 miliard, vetëm në kohën e qeverisë Kurti është 19 miliard. 19 miliard, dhe më thonë sa gjysma e deficitit tregtar për rreth 20 vite. Mirë po, zonja Rizvanolli sinqerisht nuk e ka luksin me kritiku askan për të bamat dhe jo të bamat. Zonja Rizvanolli ka qenë grup të WhatsAppit, ku kolegët e saj, ministra, flisnin për të nderët e Kekut dhe vendosnin se kujt duhet të japeshin të nderët milionsh. Zonja Rizvanolli, po e shifni publikisht e ka kritiku zyren e regulatorit të energjisë elektrike pse nga taku mu si deputete, sepse në mes rreshtave nëse e lexon aty është kritika dhe i thot që nuk mu ke përgjigj pse është bë rritja 10 fish, dhe më thonë e kostëve të transmisionit. Ajo nuk mundet me kërku përgjithësi në Facebook. Unë jam deputete, kam qenë në opozit 4 vjetë, unë edhe muj me bo në Facebook, ajo ka qenë ministre e sektorit energjisë. Më tregoni ju mu, sepse e dini, i përcjellni, kush e ka zgjedh bordin e zërres, kush e ka zgjedh bordin e kostit, me votat kujt janë zgjedh këta njerëz aty, kush e ka zgjedh drejtorin e kostit. Dhe më thonë, krejt janë njerëz të cilët aty kanë lidhje me vetëvendosjen, janë shku me votat e vetëvendosjes. Dhe ajo sot flet në këtë mënyrë. Në kohën e Artane Rizvanollit, 128% është rrit energjia elektrike për shpenzimin mbi 800 kW, po ka pas ngritje të energjisë elektrike edhe në 800 kW. Nëse ishe open data të doganës, na kemi import për i Serbisë, mujnë prill bre, mujnë prill ki import energjisë elektrike për i Serbisë. Mujnë prill, i Serbisë jetu importu energji elektrike që kjo drita që përna ndryqon mu e ty. Albin Kurti, që kë Albin Kurti që enjojë më në te? Me taksat të qytetarëve të Republikës e Kosovës, open data, dhanat e eksportit dhe të importit të regojnë. Na, artane, në sytë, dhe më thonë, në dritën e kësaj qeverie, na e kemi një kompani që është NOA, që e shpërfaq këtu, e cila nuk ka adres, i ka 2 punëtor në emër dhe ka hy në mesin e 8 kompanive më të mdoja. Dhe kjo më tregon mu për hipokrizi. Hipokrizia në të bo këta, kjo ka një rol tepër të vështirë, sepse po i duhet me mbrojt mafinë energjetike. Me qenë në pozitën e saj për besu në nuk isha folë fare. Veç me tregu kështu, Artane Rizvanolli jam të provu me e thirë edhe në telefon. Jo, nuk e hap telefonin, se sigurt janë të na përcjell. Janë të na përcjell, po... A je debati ma i shikum apo jo? Ja, jo. Jam emisioni ma i shikum ndo njëherë. Okej. Po mendoj për emision, nuk e pata fjallën personte, kërkoj falje. Debati ma i shikum ndo njëherë. Shumë mirë që je përfshi në debatin për energji, për shtetim trymës dhe komplimente, sepse menoj që është iniciativ të rëndësishme kjo beteja me nalë shtrejtimin e rymës, sepse gjithë e dim që shtrejtimi e rymës në nënkupton shtrejtimin e gjithë shka tjetër në shoshni. Do më thonë, 16% shtrejtim i rymës, në nënkupton spaku 30% shtrejtim të produkteve tjera cilat bazonë... 20% shtrejtim të rymës përdojmë. 260%. Zonja Rizvanolli do të është ministre e qeverisë e cila ka qenë e majtë, kur hi aty dhe përbes ka kish gjujt edhe gazlës cjellës për këto tema në atë ku, po tash po i dohet normal që po shtrejtojt rryma 16%.